Qokun e Hamzës radiallahu anhu dhe qokun e Resulullahit sallallahu aleyhi wasallam që ka ujit këtë vend që e zani ti më u thirë më uni edhe në balkonin ton qofshit bekum Allah i këna shahida ton gjennet që kanë dhon jetën i kanë lidh burra e gra në persona e i kanë thonë kryqënu me kryqin e esave nuk e kanë pranu për kanë thonë do t'i dëshmojmë Allahut se jemi në të shahadet që pejgamberi ka dëshmu vlazën kur është plagu Resulullahi për dek e kanë transferuat e lartë në ato kodra ka ardhe Busufjanin atë ditë u konë jo besimtar me ushtrinë e ti ka thonë o Muhammed qëllimin e ka pas me ditë a është dëvëra a është haloj plagum sa ta kanë marrë lojmi se është plagu rand atër ka thonë pejgamberi a.s. thujuni se ky ka thonë kjo është për ato që ma ke i bo vjet kjo është në mbedet thot hakmarje pejgamberi a.s. nuk ka mujt me folë se gojën e ka post plot gjak trupin e ka post lam ftyra e ti ka qenë gjakosle sa Gjibrili a.s. i ka kërku Allahut leje me bor raf shtok e gjil qysh pejgamberit a.s. me sulmu e mumunu me vra ka thonë Omerit thuj të vram të tonë gjennet e të vram të juj në gjehnem edhe na u kanë vra shumë shok po na kena bes e shpres se të vram të tonë janë gjennet e të vram të tyne janë midis gjehnemit ja Rabbel Alemin është një koincidencë se sot me 13-in është një protest në Shkupin e kryeqytetit vilajetit Kosovës për lirimtarëve tanë që mbanë pa të drejtë në Hag edhe na solidarizohemi prej Uhudit duke lutë Allahun që t'i shliroj ata burra atje se që në vetëm me emrat përveqëm për duke mbrojt kauzën e UÇK-s kauza me begat për kombin ton që hisën më të madhe ato pa fije dyshime e kanë shpirtat dhe zemrat edhe lëkët dhe edukata e nonave tona që bukës t'i themi buk e ujt uj me bismillah u elhamdulillah deri në ditë kiametit ja Rabbel Alemin falni se na shtonë në paket e prova mirë po fjallë të më të qëllume janë jo ato të shkrume por ato të cilat nga shpirti janë të programume